Ishin të shumë qytetarët që i dhanë lamtumirën e fundit ish kryeministrit Fatos Nano. Mes heshtjes, një tensioni emocional dhe respektit të kthyer në kujtim, qytetarë të thjeshtë të gjeneratave të ndryshme kanë zgjedhur të thonë faleminderit në mënyrën e tyre. Politikan dhe që njeri ka që Nanua ka shkruar historia. Politikan si Nanua, këtij vendi nuk i vjen me, sidomos në periudhën e tranzicionit. E ka lënë edhe vetë si postulat, unë jam Fatos Nano prapa në vjen historia dhe do t'i vi historia patjetër se nuk ka politikan si Fatos Nano që t'i vi me këtij vendi në këto kushte dhe në këtë kohë që jemi ne. Partia Socialiste ka humbur një nga figurat më të shuara. Jo vetëm Partia Socialiste, por gjithë populli shqiptar. Ai ishte një intelektual i jashtëzakonshëm, ishte një demokrat që Shqipërisë do t'i muhoj për shumë kohë. Fatosi ka qenë dhe mbetet personalitet për mua, një figurë ose figura më e rëndësishme e Partisë Socialiste në momente delikate dhe të veçanta. Ishte njeri, për mua mbetet i tillë, fisnik, me zemër gjerë, burr i zgjuar, më thënë, ndërtonte marrëdhënie në çdo moment dhe me çdo. Shumë i mençur, shumë i drejtë dhe shumë i nderuar. Një përshtypje të tij në bisedat që u bënit, cili ishte meraku i tij? Ai ishte sepse që kanë të hahet të gjitha. Që nga më i vogël deri te më i madh. Ishte për gjithë. Sot nuk folën partit, sot folën njerëzit dhe ikja e Fatos Nanos për shumë prej tyre është një moment ku politika bie dhe mbetet vetëm njeriu.